Miqtë e mi, ju përshëndes, ky është podcasti Kohë për Reflektim dhe unë jam Mikele Kallanxhiu. Në këtë podcast ditën e sotme kam kënaqësinë që të kem të ftuar një ndër emrat më të spikatur të gazetarisë shqiptare, as më pak dhe as më shumë, Roland Gjafoku. Të falenderoj që ditën e sotme pranuat ftesën për të qenë pjesë e podcastit tim, pavarësisht se ne shkëmbehemi her pas here në redaksi. Të falenderoj përzemërsisht shumë dhe e kam vërtet një privilegj që në karrierën time kam edhe një intervistë me ju. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë për ftesën. Në fakt nuk mund të themi dot mirë se erdhe dhe mirë se të gjeta, sepse ne këtu jemi të dy, po edhe për mua është kënaqësi. Falenderoj shumë. Pyetja ime e parë që e kam aderuar gjithmonë që t'ja u bëj, ka qenë pyetja që vërtet ne njihemi në redaksi, shkëmbehemi, por nuk kemi dhe aq konfidenca. Le ta themi kështu haptazi. Përveç se ju shohim shpesh në emisionin tuaj Dekalog, gjatë gjithë kohës ju shohim edhe në përplasime dhe në debatet televizive. Kush është Roland Gjafoku përtej ekranit, përtej autorit të librave dhe përtej debatit televiziv që haset her pas here, që ju shohim çdo natë në debate të ndryshme televizive? Po përgjigja unë kësaj nesër mëngjes mbaroj kësaj pyetje. Po përtej humorit, përtej batutës. Unë jam një gazetar dhe jam shumë i lumtur që jam gazetar. Kjo më mjafton për t'i thënë të gjitha, sepse profesioni i gazetarit, siç e ka thënë dhe një nga idhujt e mi, Marquez i famshëm, është profesioni më i bukur dhe më i mirë në botë. Dhe mjafton të thuash gazetar dhe për mua i ke thënë të gjitha, sepse dimensioni i këtij profesioni është i tillë që nuk mund të thuash vetëm një gjë, po duhet të thuash shumë gjëra që të përcaktosh atë punë që ti bën. Unë jam një gazetar prej 3 dekadash dhe gjithmonë kam bërë atë që kam dashur. Dhe kjo është arritja ime më e madhe në këtë profesion. Pastaj sigurisht që ti je gazetar dhe të bësh karrierë, ke shumë stacione, ajo që unë them gjithmonë është nuk kam marrë asnjë vendim që t'jem bërë pishman, sepse kam marrë një vendim të pjekur në çdo lëvizje, në çdo, po themi, edhe ato që quhen arritje, edhe pozicionet veçanta të punës, largime, fillime nga e para, nuk kam marrë asnjë vendim që sot mbas 3 dekadash them çka kam bërë këtu isha gabim, këtu ç'a bëra këtë, jo kurr. Kam marrë një vendim që, do thënë, quhet i dur dhe kjo mua më mjafton. Kur ka lindur dëshira dhe pasioni që ju të studioni për gazetari? E keni pasur këtë? Unë të falenderoj shumë për këtë pyetje, është pyetje që unë për herë të parë do të jap atë publikisht, sepse ne na zë ajo puna jote dhe se mendojmë ndonjëherë, ore për veten ne kur flasim me një gjë, sepse është edhe profesionali që për veten një gazetar nuk mund të flasë ose flet shumë pak ose flet rrallë, do të thënë, por ja që ti tani si gazetar i ri kur më bën këtë mua më duket vetja i lash kështu dhe unë tani po bëhem edhe unë pjesë e dosjeve dhe historisë kështu bo them. Shiko, gazetaria është një profesion shpirtëror. Nuk është si këto profesionet e tjera që e hap punën ose dyqanin ose dhe orarin zyrtar në orën 8 dhe ikën 4:30. Gazetari je 24 orë. Dhe e them këtë se kjo lind natyrshëm dhe kur ti kupton që je brenda këtij profesioni thua stop, këtu do rri të rjetën. Nëse dikush është në gazetari rastësisht apo për shkak të rrethanave, apo për shkak të një mbështetje, apo për shkak të një ofrimi që i ka bërë dikush, por ai nuk ka këtë në mënyrë natyrale, do vinë ditë që do ikë nga ky profesion dhe ai kur nuk mund të quhet gazetar. Unë në karrierën time kam njohur plot të tillë dhe disa kanë punuar 10 vjet, 15 vjet, 20 kanë ikur. Kjo ime sigurisht kjo vjen dal nga dal në fillim. E them këtë sepse unë nuk kam bërë një shkollë të mirëfill gazetarie. Nuk kam diplomën e bachelor të gazetarisë, por kam doktoraturën për gazetari dhe komunikim dhe kjo erdhi për shkak të rrethanave të mia. Unë jam diplomuar në vitin 1990 në Akademinë Ushtarake Skënderbej, domethënë kam bërë dhe shkollën Skënderbej të mesmen, gjimnazin Skënderbej që ishte edhe me orientim ushtarak dhe të lartën. Sepse në atë kohë Mikele nuk ishte kështu që ti ëndrroje se çfarë do bëshe. Ëndrroni të tjerë për ty. Me që unë isha me 30, lagja, këshilli lagjes vendosi ti do të shkosh në shkollën Skënderbej. Dhe jeta ime mori një drejtim të çuditshëm sa unë thosha, "Ore ç'pun kam unë këtu?"
Dhe unë kuptoja që më pëlqente letërsia, më pëlqente gjua, I kisha gjithmonë 10 ato, po nuk e kuptoja që ato ishin pjesë të një dëshire të brendshme të gazetarisë. Sot kur I kthehem që unë bëja ditare, pasere shënoja fakte, më thoshte një shoku im I bankës, ore ti ke një kështu, thoshte, leri këto poezit, më thoshte mua, po shiko te kjo pjesa e prozës apo e gazetarisë. Ma thoshte ai, ja më thoshte, ja fut kot sepse ne ishim në shkollë ushtarake, ku mund mendoje ti që ti ditë do bëhesh gazetar? Por zoti deshi që në 90-ën u rrëzua sistemi dhe unë atë diplom e flaka në kuptimin e mirë dhe të keq të fjalës, dhe erdhën gjëra të mënyrë të tillë që unë fillova një fakultet të dytë, gjuhëletërsinë. Edhe ky ishte një nga vendimet më të mira që kam marrë në jetën time, me shumë sakrifica, sepse edhe punoja, domethënë unë fillova punë në fund 96, fillim 97-s, por ndërkohë në 1990, 91, 92 kisha botova disa shkrime për ca gazeta të çuditshme të asaj kohe që nuk ekzistonin më pas në shumë pak. I kanë dhe sot ato shkrime, dhe një ditë madje kur shikoj arkivin tim, nuk ishin dhe qëshia, ishin një përkthim të grupit Amerikan Guns N' Roses. November Rain, nuk e di që ti je new entry në jetë. November Rain të atij grupi është një nga hitet dhe një nga baladat e jashtëzakonshme që ka muzika botërore. Dhe unë përktheva historinë e këtij grupi dhe të këngës November Rain dhe ma botuan aty, çova me letër, me zarf, dhe ma botuan ajo gazeta në atë kohë. Thashëm, sa e lehtë që nga për të botuar një gjë. Unë se dija që ata rrezik, s'kam pasur edhe kam shtjellë, kam vendosur atje. Pastaj kur je I lumtur kur e botuan. Ja, ajo është nga ditët më të lumtura të jetës time, jo si lumtur. Ç'a thua? Botim për të parë gazet, e kam dhe sot atë, ajo është, domethënë nuk përshkruhet, domethënë unë gëzimi më të madh i jetës është një, lindja e tim biri, dhe dy them, domethënë sigurisht këto brenda familjes time dhe nga ngjarjet të profesionit ajo mund të jetë bëhesh e para. Dhe pastaj duke filluar fakultetin e dytë gjuhëletërsi, sigurisht është një ambient tjetër, mëson disa gjëra tjera, dhe unë fillova punë krejtësisht, por rastisht fare të shkosh te gazeta Koha Jon më e madhe në atë kohë që sa ishte djegur, se është histori tjetër kjo, dhe hajde në provë. Dhe prova zgjati 3 muaj. Dhe pastaj unë e kapa këtë punë sepse ju betova vetes që unë po kuptoja që kjo ishte ajo që doja unë jetë. Çfarë moshe keni pasur në atë periudhë kur keni filluar punë tek gazeta Koha Jon? Po, nuk isha I vogël, sepse ato vite ti duhet kuptosh se ju të rinj sot keni drejt mos e kuptoni. Domethënë, po e them me pak fjalë, ne ishim 25 veta që u diplomuam në klasë, 24 ikën të gjithë jashtë, vetëm unë jam në Shqipëri. Se nuk ikim vetëm sot, ikin atëherë me anije në kufiri nga Mali Gramoz, me gjëra të çuditshme, me pasaport falso, me vizë falso, me avion, me gjitha, ikin 24 vetëm unë. Nuk e kuptoja dhe nuk e di, kisha një ndjenjë brenda që unë nuk iki jashtë, unë nuk jetoj jashtë, unë nuk iki emigrant, do jetoja këtu, nuk e di, nuk e shpjegoj, edhe sot se shpjegoj dot. Dhe unë do të punova pak kohë edhe me diplomën e vjetër dhe pastaj nuk isha në mes 4 rrugëve, kam punuar çdo lloj punësh derisa arrita që të gjeja veten te gazeta Koha Jon. Disa miqtë mi më ndihmuan, punoja në një lokal dhe duke qenë në shkollë, isha në shkollë, ishte një sakrificë shumë e madhe, kur e mendoj tani them, unë e kam bërë këtë dhe fillova punën edhe te gazeta Koha Jon. Ishte një moment shumë I rëndësishëm në jetën time, po edhe shumë I çuditshëm sepse sa ishte djegur gazeta Koha Jon. Do të kupton. Ti I çmendur më thot dikush, është djegur gazeta dhe ti kërkon punë këtu, ti fillon punë këtu, ndërsa në familje pastaj një alarm I gjithë fisit, djali ynë sigur po të çmendë do të punojë te gazeta Koha Jon. Ajo ishte djegur gazeta dhe një gazetar, do të thënë, u gjymtya mëndërisht nga të rraurat e shikut. Dhe djegja nuk ishte kështu që kishte bërë shkëndijë elektrike dhe u doq redaksia. Po ishte spërkatur me benzinë nga oficerët e shikut dhe kishte vënë flakën. Dhe rran gazetarin dhe ai u gjymtya dhe vdiq para disa vitesh. Ai ka ndëjtur I gjymtuar. Dhe unë crazy komplet, domethënë unë filloja punë te ajo gazetë. Ishte një çmenduri, po ta mendosh. Po ishte një dashuri e madhe për profesionin. E mbani mend intervistën tuaj të parë dhe me kë keni kryer atë?
Po shiko, ti je vetë gazetariri dhe të futesh në këtë profesion janë gjëra graduale. Sot bën një gjë të vogël, nesër gjithmonë i thosha vetë që nesër do bëj një gjë më të madhe se sa sot. Sot do bëj një gjë që është më e madhe se sa dia dhe kështu është një enë që mbushet ajo gjithmonë. Por më kujtohet edhe më vjen edhe për të qeshur. Ishin ditë e para e thash, nuk kisha caktuar akoma sektorin ku do punoja, sepse gazeta ka qenë shumë e sektorizuar dhe unë mendoja që ti ishe gazetar, ti mund bëhet çfarë doje, ku doje, këtë gjë, merr interviste edhe mund ta bëj këtë gjë. Bateristi i grupit Rit Folk, Alex Mazniku, që unë kisha një lloj miksie, them shiko, unë kam filluar punë gazetar dhe ne do bëjmë një intervistë bashkë. Ai më pajtë shime të shorë, qa pritore dale si u bëga kjo, pasaj ti Meraltini tha që është lideri i grupit, tha, jo mua, tha, jo, tha unë, ty thash ata janë bërë të njohur, ty thash është ti një njeri, dhe me teme unë do bëj atë të njohur. Intervista ishte shumë e bukur, unë kam i gjë që nga dita e parë punës si gazetare, sot unë mbaj ditar. Dhe unë e kam dhe sot atë intervist, nuk e botova, se kur vajta në redaksi, do të Shqipëria DJ, në fillim në feshtatës, dhe unë kisha marrë Alex Mazniku, baterisin e grupit Rit Folk, intervist. Dhe kjo ishte një mësim shumë i mirë për mua, që nuk ishte kjo priority, kishte gjëra të tjera, kështu që unë aty kuptova që duhet të merresha me gjëra të rëndësishme. Gjëra e rëndësishme ishte Kronika e Zezë dhe Kronika e Zezë ishte që duhet të merresha me vrasje, me krime, me masakra, me gjëra nga më të egrat, gjë që po kuptoj, ore, sikur që një çike vështirë kjo, po kjo zgjati pak ditë. Dhe u futa në atë botën e egër dhe të mirë përsëri që unë e doja shumë. Keni pasur momente të vështira gjatë karrierës suaj, mund të keni pasur edhe ndonjë kërcënim? Po çfarë thua, kjo është më, ore, a mund të jetë ndonjë gazetar që s'ka pasur ndonjë kërcënim, që ka punuar normal, them unë, se mund të ketë ndonjë që ka bërë poezi kështu dhe si ka thënë njëri në një gjë. Shiko, megjithatë unë them që po kam pasur kërcënime, po nuk dua të marr kam marrë një vendim një ditë kur mësova gjithë historinë e Zamir Dules, që sa ishte djeg redaksia, një nga heronjt e gjallë për disa vjet dhe që tani nuk jeton më, që atë që i bën oficerët e shikut Zamir Dules në redaksi, brenda redaksin, që e rran shtazërisht dhe ju gjymtua mendërisht, mora një vendim me veten time që çfarë do të ndodh me mua, kërcënime etj, dhe unë kurrë nuk do t'i bëj publike. Ishte dhe një natyra ime. Domethënë ka pasur raste të tilla që shumë oficer policie më ka vendosur pistoletën në kokë. Dhe unë jo vetëm ruajtja qetësim për çfarë, sepse kisha botuar një lajm, dhe jo kundër ti, aty kisha nxjerrë një sekret unë. Unë kisha, domethënë policia kisha arrestuar njërin, dhe kisha rras atje një 10 dita i brenda atje. Po ai ishte arrestuar për terrorizëm. Dhe ata, këtë se merr vesh njëri. Ata kishin arrestuar bënte xhiro rreth ambasadës amerikane. Kishte një njoftim atëherë që ambasada amerikane do hidhe në erë dhe këto janë të shkruara për shumë vonë dhe këtë ka shkruar në kujtimet e tij presidenti Bill Clinton. Ishte koha kur u hodhën në erë 2 ambasada amerikane, një në Nairobi dhe një në Dar es Salaam, në Kenya dhe në Tanzani, dhe targeti i tretë ishte ambasada amerikane në Tiranë. Imagjinoj tani unë isha gazetar i ri, po me një lloj përvoje në ato momente dhe i gazetari Kronikës Zezë. Dhe imagjinoj një lajm i tillë, kisha një burim në policinë e Tiranës, i cili tha është arrestuar njëri për terrorizëm, tha sepse ja vitej ambasadës rreth e rrotull. Dhe mora gjitha dhënat dhe botova, ishte një lajm shumë i rëndësishëm. Ku e dia unë i shkreti që atij oficerit policisë që e kisha arrestuar këtë dhe mande 10 ditë atje brenda, do të thënë i prishej punë se tani kjo bë publike dhe do futesh oficeri brenda se ti 10 ditë s'ke drejta mbash atë. 2 ditë dhe ta çojnë në gjykatë. Dhe në mënyrë të papritur unë duke shkuar te prokurori i përgjithshëm, ndalor një makinë civil, dalin 2 civil me pistoleta, armën ai dhe në kokë ti mor Qenbriqeni, gazetari i gazetës Koha Jon, ke nxjerrë një lajm që na ke prishur punë ne, do të kaqë. Unë ruajtja qetësinë, erdhi një prokuror, ai i largoi ata, bile dhe shoku i këtij, dhe sa mora vetë kështu, po më ruajtja qetësi shumë, me të vërtetë ishte një qetësi që duhet ta ruaja, s'kisha se ajo pistoleta çik mund të lëviz aty dhe imagjino se e mbushi pistoletën. Pastaj i tha dhe shoku lere, tha se e tepruam. Kur i mori prokurori, çfarë bëni, tha? Lere, tha ai. Dhe iku. Tani shokët e mi gazetar që e pan skenën, shkuan te Nikolesi dhe i thanë zvajta fare. Dhe i thanë që kështu ka ndodhur. Çfarë tha Nikolesi?
shkoj direkt të faqosje, sepse u tërbua, dhe shkoj të titullin e madh. Pistolet në kokë gazetarit Roland Qafoku. E pash, Nikol, ç'a bën unë? Po jo, i thashun, ne si me për lajm, ne jemi për dhën lajme, jo, nuk do ta bësh, i thash. Të kërcënojnë ty tha dhe unë, tha mos po ç'a e bëjmë? Për ç'a e bëjmë këtë gazetë? Për ç'a? Jo, i thash, në asnjë mënyrë. Po si ore tha mua më luten. Jo. Erdhi një gazetar, një shoku im, tha, unë tha lus të rjetën time, tha që të më ndodhi, kjo tha bëjmë lajmin numër 1, dhe sa ti tha të ndodha dhe thua jo, i thash, në asnjë mënyrë. Këtë do ta zgjidhun, thash. Po, më lëni thash sepse unë nuk mund ta përdor gazetën, që jam unë lajmi. Unë sjell lajme, po lajmi nuk jam unë. Dhe ditën tjetër kur dilim në mëngjes, Mikele, shkonim te klubi i policisë, drejtorisë policisë aty dhe erdhën shumë në drejtori i policisë, shefi i krimeve, tha Roland, tha ka ndodhur një skandal dje, por ne të kërkojmë falje. I thashë s'ka problem. E dim tha që ti e ke hequr lajmin, ne kishim burime, ne kishim burime te policia kishte burime në gazetën tonë. Kjo ishte fantastike fare. Aty kuptova unë që, do të thënë, ne gazetarët kishim burime në polici. Policia vetë kishte burime në gazetë. Dhe mora vesh që ti e ke hequr, tha bravo çau, tha por ne tha do marrim një mas për atë dhe s'u mora unë. Ky oficer policie tani Mikele, kaluan 2 vjet, një ditë bukur, unë bëja punën si gazetar, isha te zyra e drejtorit të policisë. Edhe dalëm me drejtorin e policisë dhe tha të jap një kafe. Shkoj për intervistë. Dhe kur del ky befas, ky oficer policie, dhe në mënyrë servile, çfarë themi dhe i bën atij drejtorit. Zoti drejtor thotë edhe. A më ule dorën thotë. S'ka gjë. Oh, i thashun. Aty më erdhi rasti. Ky është Varcyti thashun? Po më tha mua. Se s'po e them emrin e drejtorit, bile dhe emrin e tij. I thashë, di çam ka bërë ky mua, i thash drejtori, me që paska kështu servilin tënd. Jo tha, kam bjell të mirë tha. Jo tha, e di çam ka bërë mua ky? Çfarë? Aty më erdhi rasti. Ky thashë më ka vendosur mua pistoletën në kokë. Tani i thashë, në jetë trimi, thashë, thuaj tani çam ka thënë mua ditë. Do nuk e kam kuptuar se si njeriu mund transformohet ashtu. Ul në gjunjë dhe më tha, më fal tha. Ja ky është Varcyti o drejtori, i thashë. Një ditë para 2 vjetëve më ka vënë pistoletën në kokë, sot i thashën ty, ulet në gjunjë dhe thotë më fal. Çfarë ti më i thashë? Unë me këtë e zgjidha, domethënë që dua të them që ngjarje të tilla çdo gazetare, sidomos kronikës së ka ndodhur, do kenë dhe nuk përjashtohet. Por kur kujtoj çfarë ndodhi Zamir Dules, çfarë ishte kjo si ishte asgjë. Fare, domethënë. Ai ishte një oficer që nuk ishte si oficerët e tjerë, se unë i njeh oficerët e tjerë, kishin respekt për mua, unë kisha respekt për ta, merja lajme me ta, kishin ata nevojë për një lajm, për diçka, për donin, sepse kështu funksiononte dhe gazaria, kishte edhe ajo teknikat e saj, po jo që oficeri i tij për çfarë, se nuk kishte shkruar një lajm për atë, që ky oficer ka bërë këtë. As kjo nuk justifikohet, por ky oficeri kishte mbajtur atë 10 ditë brenda dhe vjen mua më kërcënon. Kjo ishte për të qeshur. Pastaj kur e treguam Nikola qeshte. Do thë, tani që nga për të shkruar më tha mua. Lëre më thashun. Kështu që si këto ka pasur plot tjera. Çfarë raporti keni patur me Nikolesin? Shiko. Po. Se që të flasësh për Nikolën duhet pishu një herë. Në radhë parë unë do të them, Gazeta Koha Jon është institucioni mediatik më me ndikim në Shqipëri nga viti 1990 edhe në vazhdim dhe s'ka për të pasur asnjë institucion mediatik me ndikimin e Gazetës Koha Jon. Ka qenë fat për mua dhe besoj edhe për gjithë ata që punuan atje. Dhe kjo në fillim i dedikohet një njeriu, Nikolesi. Nuk dua të them kështu si të marr pozën e atij njeriu nga që un kam punuar atje, faleminderit pronar, jo, sepse Nikola, nëse shikon këtë e di dhe natyrën time që un nuk kam funksionuar kështu. Por un dua t'i shpreh mirënjohjen Nikolesit, jo thjesht un isha gazetari i Gazetës Koha Jon, se ky ishte për nder për mua, por për mundësinë që ai më dha mua, po dhe për atë që ai bëri me Gazetën Koha Jon. Vetëm një natyrë si Nikolesi mund të bënte një gazetë të tillë, që duhet të ishte trim, duhet të ishte i qartur, duhet të ishte crazy, ti përdorësh gjitha frazat në gjuhë tuaj që ta kuptosh, duhet të bëj piruetat e Nikolës që të arrijë atë që bëri. Asnjë tjetër nuk mund. Domethënë, atë gazetë në atë formë, siç e bëri Nikolesi, nuk mund ta bënte një njeri serioz, i kornizuar edhe me pari, me ti. Jo, Nikolesi mori vesh atë që Sali Berisha bënte prova para pasqyrës, mbrapa derës, edhe lexonte fjalimet dhe madje shkruajti. Ky është Nikolesi. Dhe në mëngjes e ndryshonte
gazetën në formën që ai donte. Dhe kjo është ajo që solli Gazeta Koha Jon. A kishte defekte Nikolesi? Sa herë zgjeshim ne me Nikolesin? Po çfarë them unë? I që këtë shkrim ose vër këtë. Kur i them një ditë, bile kam një histori me Nikolën, këtë do ta tregoj. Kjo është e bukur sepse kjo është për historinë e medias. Ishte arrestuar një person nga policia jon për llogaritë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ai kishte bërë një vrasje në Amerikë dhe jetonte në Tiranë. Kishte ardhur një kërkesë Interpoli, kishte ka policia dhe po kryente procedurat atë çonte në Amerikë se ishte për vrasje. Dhe ky person, Mikele, u bë një çështje sepse këta po kërkonin marrëveshjet e ekstradimit dhe rezultonte që dhe thot prokurori i përgjithshëm, "Ore, ne arrestuam këtë", i thot policisë, "Po, ne s'kemi marrëveshje ekstradimi", i thot prokurori i përgjithshëm Arben Akipi. "Dhe nuk e ekstradojmë dot kur s'ka marrëveshje." Dhe atë çojnë ambasadës amerikane që i thonë që shiko, ne nuk kemi marrëveshje. Jo, thonë ato, ne kemi marrëveshje, është në vitin 33, thot ata. Jo, i thot atë s'kemi. I majnot qa shteti, E kemi ne, i thonë ata marrëveshje, se atë çojnë prokurorit përgjithshëm në zyrë. Tani shikon ai e vitit 33, prit tani se në ana juridike kishte vlerë, s'kishte vlerë. Kongresi i Përmetit 24 maj 1944 kishte zhvlerësuar gjitha marrëveshjet e Amezogut me shtetet e huaja. Ishte shumë e koklavitur dhe në aspektin juridik. Dhe çfarë ndodh tani? S'kemi marrëveshje, thoshte. Drejtësia jon, Ministria e Drejtësisë çoi letër, s'kemi marrëveshje. Prokurori i përgjithshëm, s'kemi marrëveshje. Policia, s'kemi marrëveshje dhe ai rrezikonte që për X ditë, nëse kalonte afati liroi ai. Çfarë ndodh tani? Mua punën si gazetar, ç'është kjo marrëveshje? Thashë se aty po bëja, këtu ishin edhe nga ato elemente parë që më përmendesha edhe me historinë. Dhe gjej në arkiv të shtetit marrëveshjen origjinale. Dhe ç'a ishte? Franklin Roosevelt me vul nga ato me fjongo dhe me atë këpërsu që pikonin kështu atë plastelinën me dyllin dhe fjongon origjinale e gjej në arkiv. Ishte për mua nga gjërat më të bukura që kam si gazetar. Dhe botoj në gazetë. Tani kur vete në gazetë, më zuri entuziazmi dhe i them, Nikol, nuk e më mend kush ishte kryeredaktor atëherë, nuk e di, po Nikol, kam gjetur një gjë shumë të madhe sot. Ç'është, më thonë, kam gjetur marrëveshjen e ekstradimit Shqipëri, çe ke këto ti më thamë. Çe ke këto më thamë, marrëveshje e ekstradimit 33. Po Nikol, prit Nikol se kuptove, i thashun. Kjo marrëveshje, më tha mua, ka bërë këtë Roosevelt. Po iko, më tha mua, çe ke këto dha bëjnë, shkimante nga faqet e kulturës, më tha mua. Unë Nikol çfarë thua bur? Dhe unë tani që po u stresova aq shumë se po çfarë bëra unë gjithë sakrificë? Do thonë, kjo shkot thash shumë me vetën time. Dhe unë mërzita shumë. E shkruajta, ai ishte 2 faq, marrëveshja, nxora ekstrakte, ishte edhe në anglisht dhe në shqip, dhe për mua ishin nga lajmet më të bukura që kisha botuar, isha akoma gazetar i ri. Po ja tha, as faqen e parë tha mos e vini fare, tha, ç'është kjo, tha Nikola. Nuk e shpjegoja dot Nikolës. Nuk e shpjegoja dot se kemi qeshur pasaj më vonë, po nuk e shpjegoja dot. Thash, gazetari i ri kush më merrte një. Po mirë, veri një gjë të vogël aty, faqet parë, po një janë ato me modul, një modul aty. U zhgënjeva plotësisht. U mërzita fare, thash do iki fare nga kjo gazeta, u mërzita. Ditën tjetër vetëm shkojmë punë. Çka kishte ndodhur? Nikola ishte pari që shkonte në redaksi. Në ora 7:30 ty bie telefoni Nikols. Alo, tha ambasadori amerikan jam. Nikola ti me bodyguardin e vet aty, po pini kafe. Urdhoi, thot, ambasadori amerikan jam, thot, Joseph Limpret. Thot, Mr. Limpret, urdhoi, thot, shiko, thot, të mora, thot, falenderoj shumë, thot, për këtë shkrim të jashtëzakonshëm që keni botuar sot në faqen 20 të gazetës Koha Jon, për marrëveshjen e ekstradimit, thë. Ju nuk e merrni me mend se çfarë vlerësimi dhe nderi i keni bërë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nikola si lojtar i jashtëzakonshëm, jo, shiko, thot, është një nga porositë e mia më të veçanta që u jap gazetarëve, tha që çfarë janë për Amerikën ato botonin gazetë. Po e di në ambasadori amerikan çka kishte bërë Nikola. Dhe i thot ai, falenderoja të gazetarin nga ana ime, atë autorin Roland Qafoku, dhe i thot nuk di si t'i shpreh për këtë që ai ka botuar në faqet e gazetës tuaj. Dhe në kohë që fliste në celular Nikola me ambasadorin, i thoshte bodyguard që pa që gazeta. A se kishte iden se çka kishte gazeta? Po. Botusi, se kishte iden. Dhe anëzira i ke këto. Edhe mbyllë, mos i thot. Unë landi dje qa si kam thënë, thot, mos e vër fare, e tjerë.
Shpejt Landi ma sillni këtu, po Landi është në shtëpi, tha ora 7, prit në 8 vin gazetarët, në 9 kur vinim ne. Shpejt merr makinën edhe i thirrë Landi të vi këtu. Nikolli tha prito burr, tha njëri ai ka ikur në 2 natës tani ora 8. Jo, tha dua këtu. Nëse vjen ai lymi atëre, bënim që fyre vajt më aty. Land tha, përfundimisht tha je i madh. I thash mos po merra vesh, ça, ai shkrimi yt tha ka marr ambasadori tha. Çfarë ambasador mo? Ambasador amerikan. Dhe më tha ai shkrimi tha ishte jashtëzakonshëm. Seriozisht e ke i thash, po ti çai the? Ishte porosia ime, prandaj e bëri Landi atë. E kemi qeshë, pastaj Nikola si zemërbart që ishte, do të na ka bërë ca shpërblime, mua më shumë. Faqosësit, redaktorit, korrektorit, do të i bënda çdo shpërblimet që e kishte zemrën e bardhë. Dhe ky ishte një historitë më të bukura me Nikolesin që kur ja tregoja më vonë, se njëherë tha më jo e kam harruar po kështu dhe kur ja tregoja qeshtin dhe Nikola kur qesh i dalin lot dhe ka këtë gjithmonë dhe i dilin lot Nikol se qeshtet ti me lot, ai ishte një nga shkrimet më të bukura sepse aty pastaj u përmbys historia dhe u bë u quajt cili ishte pasoja pozitive, që marrëveshja, fal asaj që u botua në gazetë, mori një vëmendje shumë të veçantë dhe u sankcionua që ishte marrëveshja, ekzistonte marrëveshja dhe u zyrtarizua marrëveshja. Shumë histori interesante, shumë e bukur. Ju keni 3 dekada në gazetari, në televizion edhe në gazetarinë atë të shkruar. Gjatë të 3 dekadave që ju keni përvojë e mbartni këtë mbi supet tuaja, si ka evoluar gazetaria shqiptare? Mikele, kjo është shumë e çuditshme sepse në 3 dekada unë dhe Brezim kemi kaluar transformimet më të mëdha të medias që nuk janë parashikuar për 100 dhe 200 vjet. Domethënë, në fillim kur kanë dalë gazetat e para në botë, mbas Gutenbergut, kishte shumë pa gazeta dhe mendoj që thjesht ishin gazeta. Kur doli telegrami, thanë gazetat u dobësua, jo. Pasaj kaluan në 100 vjet të tjera, kaluan në 200 vjet të tjera dhe në vitet 20-30 doli radio, thanë gazeta vdiq, nuk vdiq gazeta. Kur doli televizioni, thanë gazeta vdiq, nuk vdiq, po kaluan shumë dekada. Dhe unë kur kam filluar punë, shumë pak kohë ishte ajo, gati 2-3 javë, më zuri dhe kjo që unë ta shkruaja lajmin në letër me silolaps dhe t'ia jepja për radhitje flutrës atje, flutra quhej ajo se harroj, dhe flutra e radhit dhe e kalon në kompjuter, se kishin dalë kompjutera. Po kjo 2-3 javë zgjati. E mësova vetë kompjuter dhe më duket sikur po merja kështu një xhiro me anije kozmike në hënë. Mirë, po dhe kjo zgjati shumë pak, sepse doli Yahoo-ja. Dhe Yahoo-ja në vitin 2000 unë kam pasur adresën e parë dhe më vjen për qeshur sot se më thanë që adresa duhet një kod i yt, kod sekret. Edhe unë vura një adresë kështu të tipit r_pik_q, pastaj underline hap klap, qafoku, pastaj Roland, vitin e lindjes edhe @yahoo.com. Dhe emaili i parë kush ishte? Ja dërgoja ja kaq afër. Ishim dashi ime Mirë Mizili, punonte në gazetën shqiptare, unë gazetën Koajon. Landi si je? Email në vitin 2000. Ai Mira dashsi je ti. Ky ishte emaili i parë. Mirë, po çfarë ndodhi? Kur vajta në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 2001 ishin një specializim dhe më thanë ata adresën e emailit. Ja dashun. Më thanë mua, ky është kodi bombës bërthamore, më thanë mua. Nuk është adresi emaili. Çfarë të duhen këto? Po Kamal se më vjedhin i thashun. Çfarë do të vjedhin, më thanë mua ata. Më vjedhin shkrime, tha. Çfarë shkrimi, më tha mua. Po ja, më vjedhin lajmet. Ata se ore, më tha mua, shkruaj më thjesht ai r_qafoku@yahoo.com. Nuk duhet e thjesht. Aty kuptova që ne këte ishim më mbrapa. Mi po dhe kjo zjati shumë pak, sepse doli bota e 3W. World Wide Web. Dhe aty kuptova që në pak vite duhet mësonim një gjë të re. Dhe ishte rasti që ne po bënim 2 gazeta, online dhe print. Dhe nga dalë pasaj iku dhe kjo, doli Facebooku. Dhe Zuckerbergu përmbysi gjithçka, qa web, ishte kod webi. Dhe kjo në shumë pak kohë. Dhe unë mendova që kaq ishte Facebooku dhe s'ka më. Kur dolën pasaj Instagram e tjera dhe kur doli YouTube pasaj i përmbysi gjithë. Dhe unë them që ne, për fat mira, për fat keq nuk e di ta them. Pse e them edhe për fat keq, sepse momentet më të bukura Mikele, ajo gazeta në print, me lajmet përditshme, dhe që delte një herë në ditë dhe çdo ditë, është e papërsëritshme.
ato shije, ato vite që ti mezi hapi gazetë mëngjes, lajmi im sa bukur ka dalë. Ai tjetri se ka, unë e kam, janë pa përsëritshme. Nuk e di, ajo është më e bukur. Sot janë, domethënë ka një teknologji tjetër, dhe unë e dua teknologji dhe mua më pëlqen gjithmonë teknologjia, dhe sot mbreti është YouTube ku jemi unë dhe ti, dhe asnjë gjë nuk shkat, domethënë nuk zhduket. Vetëm transformohet, domethënë media, lajmi ka marrë vetëm transformimin se mënyrën se si ai jepet dhe transmetohet, por nuk vdes ajo që quhet media klasike në kuptimin e mirëfillt dhe parimet e lajmit, si shkruhet një lajm, si merret një lajm, si botohet ai, si verifikohet dhe si konfirmohet. Të tjerat pastaj janë thjesht përmirësime teknologjike. Pak më herë ju më cituat pjesën që ju ndjeshit i gëzuar kur merrnit gazetën në dorë dhe lexonit lajmin tuaj që ishte botuar dhe kishte marrë dhenë në atë periudhë. Po kur kjo gazeta ka jon, gazeta më famoze në atë periudhë që është edhe sot, një nga gazetat më të mira, si ndjeshit ju kur e lexonte këtë gazetë ati juaj edhe mama juaj? Unë do të them një... Merrni ndonjë telefon dhe ju thoshin bravo, na ke nderuar. Po patjetër, ajo ishte kënaqësi më e madhe, po kënaqësia më e madhe është kur ti kuptoje që gjithë qyteti të lexonte ty, gjithë Shqipëria të lexonte ty. Dhe unë këtë vërtetova kur kapa lajmin e të parë të madh më të rëndësishëm. Kisha vetëm 6 muaj, 7 muaj gazetar, reporter i ri, Kronikës Zezë, unë kam qenë gazetar i Kronikës Zezë, dhe zbuloi një skandal, ishte një investigim i imi, nuk ishte thjesht një lajm, sepse u mora me ditë të tëra, që në matetin e Tiranës vdisnin foshnja në lindje dhe ose të paktën ato disa foshnja që lindin u thoshin të nënave që të ka vdekur foshnja. Në fakt foshnja nuk ishte vdekur. Dhe rezultonte që ato duhet të shkonin në morg, të njëjtit, domethënë të regjistruara në morg dhe nuk korrespondonte kjo. Çfarë kishte ndodhur? Aty bëshin trafik foshnjash. Nënave u thosh që të ka vdekur fëmia, ajo s'merrte vesh asgjë dhe fëmijën e hiqnin aty dhe e çonin diku tjetër. Kjo ndodhi në fillim të vitit 1998. Mora disa ditë me këtë, jam shumë i njohur kryeredaktorit në atë kohë Armand Shkullaku të gazetës Koha Jon, i cili dhe është fat Mikele ta them këtë që si e nis gazetarin kur ke një kryeredaktor shumë të mirë dhe një gazetar që ka antenat dhe e di e për rëndësinë, po ti e për rëndësi dhe ty. Dhe mbështetjen që ai më ka dhënë mua nuk e harroj kur. Sa herë kam rastin ja them këtë gjë, sepse sa e mori vesh lajmin, ka problemin më të madh të karrierës tënde, më tha mua. Dhe ky lajm nesër është titulli i madh në gazetën Koha Jon. I thashun jo pritjen se do verifikojnë dy gjëra. Po tha ti do të verifikosh dy gjëra, tha po tani thajte me mua në zyrë, tha të verifikoj unë ca gjëra, edhe bëri atë që bën çdo kryeredaktor. Unë isha gazetar shumë i ri dhe shumë i gjëra dhe si kuptoja. Ç'është është kjo? Ku e ke marrë këtë? Si është kjo? Si ke marrë këtë? Ku e morë këtë? Si morë? Okej. Thashun do bëj këtë verifikim, sepse kush ishte verifikimi kryesor i kësaj që merr regjistrin e maternitetit të një muaji nga data 1 deri në 30, dhe regjistrin e morgut nga data 1 deri në 30, sepse është e detyrueshme që çdo kufom shkonte në morg. Kur bëra këtë unë që nuk korrespondonte lindjet, nuk korrespondon lindjet me vdekjet, atëherë këtu tani diferenca ku shkuan këto foshnja. Se nëse nuk ka vdekur, e ka marrë nëna në shtëpi. Po nëse ka vdekur duhet të shkonte në morg, nuk kishte zgjidhje tjetër. Kur bëra edhe këtë verifikim, sepse këtë e kisha vetë dhe ja them se ai edhe nga nxitimi se kryeredaktori ka tjera synime kur nxjerr lajmin. Tha jo, tha do shkoj. Jo priti thash. Prit se pa bërë këtë nuk e nxjerrim lajmin. Dhe kaluan disa ditë dhe ai për ditë thoshte Landi hë. Dhe kur e bëra këtë verifikim, shkova në morg, shkova dhe te agjencia e funeralit, se ishin shtetëror gjithë atëre, shkova dhe në prokurori, domethënë bëra një çek të gjithave, fola dhe me personin që kishte karrocieri që kishte marr arkivolet e bebeve dhe i kishte varrosur. Dhe kur i qepa të gjitha këto, po i thash tani mund ta votojmë. Dhe Shkullaku shkruan trafik foshnjas në Tiranë, titulli i madh. Se kishte asnjë këto, unë isha gazetar i ri, që është ajo e atij fillestarit, por që ky fillestari po bënte një lajm të madh që nuk e kishte as gazetat rivale, gazeta shqiptare dhe gazetën shqiptare ishte Bërnami, pse ka ikur ky lajm. Ç'është ky gazetar i ri u merr ju gazetarëve të vjetër. Po kur thuishin të vjetër ata kishin thjesht 1 vit, 2 vjet më shumë se mua, jo se kishin 20 vjet.
gazetar. Dhe dikush atje më shumë nga më çaja ka fut kot ky gazetar i ri. Ja ka fut kot ky. Ja shikoni nesër kur ta përgjigjëstroj. Dhe ku ishte kënaqësia ime? Sa shkoj në redaksi, do të thënë bie telefoni. Prokurori përgjithshëm jam. Hajde çik zë. Alo, drejtori i maternitetit jam. Të lutem, mund të vish pa këtu? Alo, drejtori i morgut jam. Dua të takoj. Alo, këtej dhe lere pastaj kryeredaktorin, pronarin etj etj. Një prokuror më tha, këto prangat këtu tha, o në dorën tënde tha, o në kyçet e tua tha, në kyçet e një që ka bërë këtë. I thashun në kyçet e mia s'ka shanse, thashun se i thashun unë jam gazetar, thashun dhe urdhë dhe unë kisha marrë një aparat dhe kisha fotografuar, këtë kisha bërë provën time. Regjistrin e maternitetit dhe regjistrin e morgut. Nëse një prokuror thashun arreston një gazetar kur ka këtë fakt, i thashun fali, thashun më arresto. Ai qeshi, por dhe unë ze, edhe pastaj fillon reprezaljet e një hetim. Kjo ishte kënaqësia ime e parë e madhe. Më morën shumë telefonata, ndërsa nga prindrit ata nuk merrin telefonata të tipit të tillë. Bravo të qoftë që nxori këtë skandal. Ue zeza unë ime më çai ke këto gjëra ti tha gazetar, tha unë kuptoja kështu të shkruaj në një gjë, tha për shembull, tha për Ardi Xhebren, tha. Të shkruaj në një gjë, tha për parashirisi Makun, tha. Da një intervista, të shkruaj tha në një gjë, tha për një film, tha. Po se këtë do bësh gazetar ti më tha mua. Jo, të keqen më madh, çan këto gjëra dha, këto janë gjëra të frikshme dha, me këto do merresh ti. Dhe mirë po këto unë i kuptoja si gjëra të mira dhe pastaj del nga dalë dhe ata u mësuan dhe sigurisht ndjenin kënaqësi kur shikonin djalin e tyre që arrinte këto suksese. Pak më herë këtë kur nisëm për të diskutuar në podcastin tim, ju më theksuat që dy gjërat që ju kanë bërë të lumtur në jetë është rrugtimi juaj në profesionin tuaj të gazetarisë dhe ardhja në jetë e djalit tuaj. Po. Si një njohur me bashkëshorten, përveç se karrierës tuaj voluminoze, duhet të dim dhe pak nga jeta juaj. Po, këtu të zhbirilon ti, si ke emrin e emisionit, e ke kështu... Ko për reflektim. Ky është reflektimi i madh. Investimi i madh i jetës time është familja ime. Un kam një bashkëshorte, Alketa, që është dashuria e jetës time, dhe një djalë, Franki, që është dhe ai lumturia e jetës time. Kemi një familje me 3 antar të vogël, por me një dashuri shumë të madhe. Alketa e shoqja ime e jetës, është njeriu më i rëndësishëm i jetës. O, thot i mbir, kur them unë, që ka bërë të mundur të cilë ty në jetë, i them unë. Një bukur. Dhe jam nga ta meshkuj, nga ta burra që ndihem me fat, që kam atë bashkëshorte. Unë nuk do kisha arritur ato gjëra që unë mendoj që janë arritur në jetën time, si gazetar, nëse nuk do kisha sakrificën e Alketës i imagjinoni një gazetar që mbaron gazetën 1 natës dhe bashkëshortja pret në shtëpi. Por kjo është dashuria. Dashuria nëse ti nuk ke arsye, kjo është dashuri. Pastaj nëse ke arsye të bësh llogari, ky vjen në orën 1 natës, unë vi në orën 4:30 mbaron orari zyrtar dhe tani nga ora 4:30 deri 1 si do bëjmë ne, kjo është dashuri pastaj. Por fati im e deshi, por në anë tjetër, jo vetëm fati, them që edhe unë e meritoja një dashuri. Jo këtë fat. Unë jam njohur me Alketën, është histori e bukur relativisht, besoj që çdo njeri që bën dashuri mendon që dashuria e tij është më e bukur, është shumë e bukur, por sa e kam parë kam thënë unë direkt do bën dashuri me ty dhe do të marr grua. Do të thonë kur e kam thënë edhe vetë nuk e di si e kam thënë, ore thot ti kështu thot, ç'a takon ti kështu thon mua. Unë da vërtetoj që jo vetëm që nuk e kam thënë askujt, po ti do jesh gruaja ime. Dhe kështu ndodhi pastaj, sepse ato janë proces pastaj, janë tako dhe kështu ndodhi. Do thënë që ajo u bë gruaja ime, por edhe vetë u habita me atë guxim dhe me atë në thonjza paturpsi se si mund të thosh një vajze që ti do bësh gruaja ime, unë direkt do bjen dashuri me ty dhe ti do bësh gruaja ime. Dhe nuk isha natyrë kështu që shikoja çdo vajzë mund të ishte e bukur dhe unë t'ia shpreja bukurinë asaj, do absolutisht, ata që më njohin e din këtë natyrën time. Por thash ishte fat dhe kur isha në rrethet tona, ti je djalë i ri, po edhe ti mund të kesh historitë e tua të dashurisë. Por ne burrat shqiptarë kemi këtë që thonë, jam unë i mirë që është gruaja e mirë.
jo, do ta them këtë, kur isha në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dëgjoja që disa burra thoshin, I am lucky, I am unlucky. I am lucky, I am unlucky. Ore thosha unë, këta janë budallënja po bëjnë vetë. Po nëse me fat rri, mbaj për vetë atë. Ç'e thua? Ose thua, unë s'jam me fat, thoshte ai, më ka rënë kjo groja, thoshte, dhe i thoshte ato. Mirë po kuptoja që ai me vërtet ishte i pa fat dhe kuptoja që ai tjetri ishte me fat. I vetmi problemi që ata e thoshin në Shqipëri se thoshte njëri. U betova që unë do ta them këtë dhe sa herë që më jepet mundësia në rreth miqsh të tjerë, po e them, unë jam me fat. Unë jam me fat për këtë që Zoti më ka dhënë dhe por e them edhe këtë tjetër që unë e meritoja atë fat. Ndjesh i plotësuar me pak fjalë. Po, do të thënë kjo është ajo që thash, familja ime është investimi më i madh i jetës time dhe kënaqësia më e madhe i jetës time. Çfarë do të bëjmë në jetë, nëse ne nuk kemi një familje të mirë, nuk kemi fëmijë të mirë, nuk vlen. Unë e them edhe ti mbirja them që nëse ai ka sukses, këto janë sukseset e mia. Nuk më vlen mua si gjë që kam bërë në karrierën time, zero fare. Nëse i mbir nuk ka vlerë, nuk ka sukses, nuk ka arritje. Do të thënë vetëm kur ka ai arritje, atyre kuptoj që ai suksesin. Sepse në një farë mënyrë ne shikojmë të fëmijët edhe se çfarë kemi bërë ne, se çfarë kemi prodhuar ne, çfarë kemi investuar ne. Por besoj që i mbirish në rrugë të mbarë, të mirë, ne kemi harxuar kohë me fëmijën ton, jo para. Kohë kemi harxuar shumë. Do të thënë, nëse do të thënë ne themi gjë që kemi harxuar kohë dhe e urrejm fjalën sakrificë dhe unë dhe bashkëshortja ime ne kemi dhënë dashuri, jo sa dëgjoj prindër kështu. E di sa kam sakrifikuar unë për këtë djalin tim. E di ti këtë apo jo? E di çka kam bërë për këtë? Po çka ke bërë? Po unë dhe këtë e kam çuar këtu, e këtë e kam çuar këtu, e këtu i kam dhënë kaq lekë këtë. Ja, kjo nuk është dashuri. Do të thënë kjo nuk mund të mburret një prind për këtë. Besoj unë, sepse ti sigurisht që ti duke dhënë dashuri dhe duke dhënë dhe kohë, ti nuk e di prapë se ç'do dali me fëmijën tënd. Jo më që ti ke dhënë lek, para, euro, dollar, edhe thuaj që kjo është, kaq është, kështu mund të bëj prindi. Jo, nuk është ky prindërimi. Prindërimi që ti të merresh, ti të harxosh kohë me fëmijën tënd. Dhe ajo është kënaqësia. Unë për veten time kështu e kam synuar, besoj që është në rregull dhe kjo është. Nuk e di të tjerët kanë zgjedhje tjera, por mua s'm pëlqen asgjë tjetër. Roland Gjafoku, beson ju tek dashuria? Po, unë të thash që unë dashurinë e jetës time jo thjesht i kam besuar, por e kam të shenjtë atë gjë dhe është dashuri, është një dashuri e pastër, e sinqertë dhe kam qenë me fat. Por e meritoja këtë fat edhe e them prapë dhe me humor dhe me seriozisht. Se dua të dalë diku tjetër. Ju jeni dhe autor librash, ku keni bërë ulëmtimet tuaj, kërkimet tuaj dhe keni një komplet një etap tjetër ku i përkisni dhe shkrimeve tuaja. Një student i gjuhës dhe letërsisë, si nuk mundet të shkruaj edhe ndonjë poezi? Po kam shkruar poezi unë, po si kam botuar, se ato janë të kohës, bile i kam akoma. Kur mund të publikoni këta? Po shiko. Një botim se duhet të jetë. Mikele, po janë të gjitha poezit zakonisht i takojnë një moshë shumë të re. Duhet ta themi këtë. Dhe pakte njëri që shkruan pa diskutim që duhet këtë bërë poezia, ai boton as i boton. Unë i kam aty të gjitha, a mund t'i botoj një ditë, por ndonjëherë më duken kështu se nga që kalon kohë dhe si kam botuar duket sikur thjesht për nostalgji. Po edhe mund të botoj në një libër. Do të thënë ato janë poezi të ndjera që lidhen me gjërat e mia, janë modeste, janë naive ndonjëherë, më vjen për të qeshur ndonjëherë, as si pas kam shkruar këtë, sepse njeriu evolon, rritet, do të thënë përmirëson gjërat e veta. Unë bile kam shkruar edhe gati edhe një libër me fabulat, që kisha shumë qejf fabulat, poezit dhe fabulat. Dhe as atë se kam botuar. Pse? Sepse kur fillova të botoj libra, unë kam botuar 8 libra. Libri i parë në vitin 2015, sepse kjo është edhe një proces. Unë paralelisht gazetarisë, kam qenë edhe pedagog te departamenti i gazetarisë për gati 16 vjet atje dhe jam marrë dhe me pjesën akademike. Unë bëra dhe doktoraturën dhe mora dhe gradën shkencore doktori shkencave dhe kjo më kompletoi si kërkues shkencor, si një researcher dhe si një studius.
Dhe duke bërë këtë bazë, sepse ti mund ta shkruash një libër si gazetar, po thjesht mbetet si gazetar, kur ti e rrit domethënë ti e shkruan si studius, ti rrit dimensionin tënd. Dhe ishte një histori e tillë shumë e veçantë, sepse fjalia e parë e këtij libri ishte, pasi kërkova nëpër arkiva dhe biblioteka një libër për historinë e kryeministëve të Shqipërisë dhe nuk e gjeta, vendosa ta shkruaj vetë. Ky ishte prandaj e shkruajta unë librin e historia e 33 kryeministëve të Shqipërisë. Nuk ishte një libër, ore thosha, kush ka qenë kryeministri i këtij vendi? S'kishte, ishte një libër në vitet 20-30 të Tekis Helenisës, që kishte disa tabela me kryeministra, ky ka ndër kaq. Po kaq. Po nga Ismail Qemali deri te Edi Rama, kush është? Dhe punova shumë me të dhe e nxora. Tjetër, unë kam qenë gazetar që kam shkuar në vendngjarje kur u vra Ozem Ajdari. Në 12 shtator 1998, nuk harrojmë këto data. Dhe kur më zun ato emocionet, ai tension, ajo ngjarje aq e rëndë, mendova, ore, si vrar Isa Buletini, thash. Se unë sot nuk jam thjesht një gazetar që po mbuloj një vrasje. Unë sot jam në një ngjarje që është në historinë, futet në historinë e Shqipërisë. Dhe pasi u mora me zbardha ngjarjen e Ozem Ajdarit, fillua të zbardha ngjarjet përpara Ozem Ajdarit, vrasit. Si u vra, si u ndodhi ngjarja e parë, e dytë, e tretë, dhe që nga Hasan Riza Pasha dhe deri te i fundit 100 vrasje dhe i zbardha të gjitha ato dhe bëra librin 100 vrasje më të bujshme të shtetit shqiptar. Bëra një libër me 50 personazhe, kisha një cikël kur drejtoja gazetën Tirana Observer, unë kam drejtuar disa gazeta, gazetën Panorama, gazetën Tirana Observer, ka qenë redaktori i tyre, gazetën Fjala, dhe kisha një cikël atje vetë me intervista me 50 pyetje për personazhe. Nga bëra 122 intervista dhe zgjodha 50 nga to, nga më të rëndësishme, nga, domethënë, edhe për vlerën, po edhe për intervistat. Sot disa prej tyre nuk jetojnë, për shembull, intervistë me Bujan Ishani, intervistë jete, për shembull, ai sot nuk jeton. Intervistë me Hambit Beqen, një profesor i nderuar, një akademik, ai nuk jeton sot, por sa e rëndësishme ishte. Dhe im lodha bëra një libër 50 pyetje me 50 personazhe, po ishte pyetje, domethënë, jetësore për jetën, ore deri te kur kishe pudhur për të parë, kur kishe dashuruar për të parë, kur kishe blerë makinë për të parë. Domethënë dhe ky ishte libri tjetër. Një libër tjetër pastaj ishte që lidhej dhe me doktoraturën, komunikimi politik i kryeministrave. Më pas bëra një libër për sportin, 100 sportistët më të spikatur, më të mirë të Tiranës. Pastaj bëra librin Ambasadorët Amerikanë në Shqipëri, dhe ky një libër studimor që unë kam jo thjesht për zemër, po që është edhe një lloj historiku i marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë nga viti 1922 deri në vitin 2022. Pastaj bëra një kontribut, doja bëj një kontribut për vendlindjen time për Skraparin dhe bëra një libër 100 personalitetet më spikatur të Skraparit dhe pastaj bëra librin e 8, librin e historia e presidentëve të Shqipërisë nga Ahmet Zogu te Bajram Begaj. Domethënë, gjitha këto pastaj, domethënë, sepse në një kohë të tillë unë e kisha stërvitur veten dhe disiplinuar veten që jo vetëm ditarët, po unë të bëj edhe një arkiv timin personal, që është nga pasuritë mia më të mira në aspektin profesional, bibliotekën time është shumë të pasur, dhe ajo është investimi monetar më i mirë që kam bërë. Unë kam gati 5000 ekzemplar libra, që them ekzemplar sepse nuk janë thjesht titull librash Mikele, sepse janë dhe libra të vjetër, libra 150 vjeçar, libra 100 vjeçar në shqip dhe në gjuhë tuaja. Dhe arkivin tim personal, arkiv me dokumente origjinale, gazeta origjinale të vjetra, dokumente, ose edhe nga puna ime si gazetar. Fjala vjen. Unë e kam intervistuar Kadaren 11 herë. Po si ishte një intervistë me Kadaren? Ti e merre me diktofon, shkoje zbardhje, ja dërgoje atij dhe ai bënte shënime atje, ishte këtë, edhe zgraviste, shtonte, ishte, po është normale. Ato i ruaja, unë i kam sot origjinale, i thosha unë mbas 50 vjetëve, kjo do kushtoj $1 milion. A më lëri këto, më thoshe mua. Dhe unë bëja humor. Po unë i kam sot ato. Dhe shënimet e Ismail Kadares, imagjino, domethënë të shkruaj Ismail Kadare, i kam ruajtur dhe këto janë me aq kujdes. Ata që punojnë me mua e dinë që nuk e flak unë letër të hedh te koshi, një letër të shkruar, nuk e flak, atë marrë fut në një qesk edhe në çantë dhe vendos në arkiv. Gjithë ata që kanë punuar me mua ma din këtë huqtimin dhe është bërë arkivi sot që gati çdo personazh na ka me dosje. Kështu i kam bërë këto. I nderuar, unë përfitoj nga rasti që ju kam të ftuar këtu në podcastin tim
nuk ju kam kërkuar asnjëherë që t'ju pyes edhe të m'jepi një këshill, për vetë faktin se prisja që t'ju ftoja, pranoj t'ju ftesën për që në podcastin tim. Çfarë do të më këshilloni ti ju mua si një gazetar i ri që kam nisur këtë rrugëtim? Mikele, para ti, unë do ta them këtë publikisht, ti ke disa elementë shumë të mirë si gazetari që ti mund të bësh një gazetar shumë i mirë. Ti ke dëshirë dhe vullnet për të bërë gazetar dhe kjo është parësore. Dhe unë kuptoj që ti ke dëshirë të bësh gazetar. Nëse nuk do ta kishe këtë, Mikele, unë mund të isha njeriu këtu sot që do të fundoste karrierën, ti do thoya, Mikele, ti s'ke dëshirë ta bësh të punë valla, lere do të thosh. Po unë kuptoj që ti ke shumë dëshirë që të bësh gazetar, se sa herë që të kam takuar, gjithmonë të kam parë që shikoj unë dua të bëj këtë, kam dëshirë këtë, jam i kënaqur, shikoj ndonjëherë dhe statuset, jam i lumtur që punoj këtu, jam i njohur njerëzve dhe kjo nuk është thjesht edukat kjo. Kjo është një dëshirë që ti do të bësh gazetar dhe ti do bësh gazetar. Tani këshill, ore këshilla këtu t'i japin dhe pa i pyetur ore. Dhe këtu çdo njeri merr pozën e thotë, "Shiko çfarë duhet bësh ti." Ti Mikele duhet të bësh djalë, domethënë kjo është për të qeshur. Mikele, e para njëherë vetëm të punosh. Domethënë kjo është e para dhe puna do të thotë të fillosh të lexosh që mëngjes. Nëse ti nuk lexon, domethënë është një deficit shumë i madh. Një gazetar që nuk lexon, do nuk mund të bëhet kurrë gazetar. Domethënë ti e ke pjesën e parë që ti do të bësh gazetar, se dhe kjo ka shumë rëndësi. Kur pyesja unë njërin, ore si e bër gazetar ti? Po shiko, unë isha pa punë. E takova njërin te PS-ja dhe më tha që shiko, ik njëri te gazeta atje ose duhesh një vend atje. Vajta, unë më morën ata mua. Dhe ky është gazetar, thoj, jo, kështu nuk fillon punë gazetar. Nëse ti në zemrën tënde nuk ke një dëshirë për të bërë gazetar dhe ti mos i thuash vetë që unë duhet të bëhem gazetar, nuk e punë me këtë punë. Ik lajenë në shtëpi pastaj. Ik gjejnë një punë tjetër. Ti e ke këtë që ti do të bësh gazetar. Por këtu pastaj është një gjë shumë e madhe, është një enë bosh që ti duhet ta mbushësh. Dhe si mbushet kjo? Në fillim ti duhet të lexosh çdo gjë që lidhet me gazetarinë. Ti duhet të lexosh çdo lajm që del. Do të thotë se ty ti ikën një lajm sot në 24 orë, është defekt kjo. Si do të thuash, ky lajm po prit se jam punës. Jo, nuk funksionon. Ti duhet të kesh një komunikim shumë të mirë, është art më vetë komunikimi. Se ka gazetar kështu që jo vetëm nuk trokasin der, i bin me shkelmër, që kam parë vetëm. S'bëhet gazetar, po edhe s'u bë gazetar. Se ti duhet të kesh një mirësjellje, edhe kjo ndonjëherë duket si përulje, por unë them që është mirësjellje deri diku dhe përulje, po ti duhet të jesh dinjitos. Vër vizat e kuqe të tua, stop deri këtu. Sepse ti kur i thua tjetrit me mirësjellje, me fjalë me politesë, të lutem hajde në emision, të lutem më bëj këtë, okay, qoftë ai sillet keq aty ti s'mund të kalosh mbi dinjitetin tënd. Dhe pastaj ti duhet bësh setin tënd të punëve tua, bilancin. Sot ka gazetari që bilanci i tyre s'është asgjë. Ka gazetar të nderuar në Shqipëri që kanë një bilanc jashtëzakonshëm që për mua mbeten ende referencë dhe kur thoni u heq kapelen, se kjo ka mbetur që nga mesjeta, do të ata kalorësia që heqin kapelen, ka gazetarë sot që kanë bilanc fare dhe thonë unë jam gazetar i madh. Larg këtyre modeleve Mikele, gazetari më i mirë për ty duhet të jetë ai gazetar që vuan më shumë. Jo ai që për shembull një pjesë u më vjen keq ta them, domethënë ka një delirim se e bëri dhe Facebooku këtë punë tani. Facebooku është ekran, është reporter, ti duhet të jesh reporter, redaktor, korrektor, kameraman, regjisor, domethënë transmetues, ti duhet të jesh producent dhe një pjesë e gazetarëve, madje edhe të njerëzve do thoshe, po edhe gazetar, çmendan aty delirojnë. Edhe nxjerrin aty thotë. Unë isha këtu, domethënë qendra, ku është ai është qendra e gravitetit të jetës së qytetit tonë. Ne si jemi asgjë. Jemi 8 miliardë popullsia e botës. Ne jemi një kokriz në këtë 8 miliardësh, që çfarë jetë, çfarë jam unë asgjë më. Duhet një përulje në këtë punën tonë, që ti e bën bilancin kur kalojnë 10 vite, thonë, çka kam bërë unë këto 10 vite? 1, 2, 3 punë. A nëse ti në këto 10 vite punët e tua janë sa herë je mburrur ti dhe ke deliruar, do të hipur në balon dhe fluturon, më fal pasaj kjo nuk është bilanc. Ne ka marrë një leksion shumë të bukur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që në CV gazetarët atje përveç se të thonë që ka punuar këtu,
dhe atje duhet të kesh shumë vite në një vend pune. Po. Vajti njëri kërkonte punë te New York Times-i, tha kam qenë 6 muaj te Washington Post, 8 muaj te Boston Globe, 1 vit te kjo, 7 muaj te kjo, ajo stopi, tha, mos vazhdo me, tha, ti tha për 7 muaj sa do ikish prapë, tha, jo, tha, ik. Do të thënë, ky është leksion shumë i mirë, po një leksion tjetër ishte që më fal, kur bënin kurrikulumin, shëno këtu të lutem personazhe më të rëndësishëm që ke intervistuar. Po tha, unë tha kam qenë drejtor, tha, unë tha isha kështu, tha, isha kështu. Çfarë ke qenë ti, tha, drejtor, tha, unë menaxhoja, tha, unë bëja, tha, nuk vlen për ne, tha. Dhe në Shqipëri ka jo pak nga këta që habitshëm, do thënë, për mua them që se si mbijetojnë në media, që s'din bëj gjë tjetër, do thënë, ti një shkrim nuk e bën, ti një raport nuk e bën, ti një intervistë nuk e bën, ti një libër nuk bën, ti në një studim nuk e bën, ti je drejtor, domethënë kjo është gjë më absurde në këtë lëmin ton. Ndosa pjesa tjetër Mikele, se ti je i ri, këta gazetarët e vetë shpallur, kjo është pjesa më irrituese pastaj. Gazetar ti nuk mund të bësh se babi dhe mami yt hapën një televizion dhe ty të bën gazetar. Ti nuk bësh gazetar kurrë kështu. Ti gazetar bësh të vesh kërkosh punë. Siç ka ardhur ti ke kërkuar punë. Siç kam shkuar unë atje te Kuajon dhe kërkova punë. Kështu bësh gazetar. Dhe i merr ato një nga një. Po i dojë etapat shumë shpejt, nuk ke gazetar. Sot ke gazetar që vetë shpallën. Pse? Se kam një emision. Ore emision mund ta bëj kushdo më. Po ti si gazetar. Ti që është një moderator apo podcast sot që nuk ka, do të thënë, nëse deri di që një shqiptar, një portal, tani po kalojmë një shqiptar, një podcast. Në podcasti ti duhet të kesh një bagazh, të kesh drejtuar ca gazeta, ca televizione, ca media, të kesh drejtuar një emisiona, të kesh një bilans tënd. Dhe ti pastaj hape podcastin dhe ke dhe një emër. Meghan Kelly në Amerikë, që konkuron me CNN-in, vetëm. Kishte 45 milion views live ditën e zgjedhjeve të presidentit Amerikë. Tha CNN-i 55, ku është dallimi? Tha unë jam vetëm, tha. Po ajo e kishte bërë karrierën e saj, Mikele. Ndërsa këtu si po që, ja tha, do një po, jo një po, do hapi podcast. Ure hape podcastin, po çfarë do bësh atë podcast? Çka ke bërë ti që njerëzit thonë, "Ua, filani po hap podcast, sa interesante kjo." Po ti s'ke bërë asgjë, nga zëria thotë do hapësh podcast. Do të thonë nuk e kuptoj këtë gjë. Kështu që Mikele, ti je në rrugë të mbar, unë të uroj që ti këto të ndjekësh që kur ti djersit, aty e mirë. Po ti je shumë me zinxhir, siç thoshin kohën e prindërve të mi, jo të ti i vogël. Po drodhën zinxhirin Mikele, atë ditë është fundi i gazetërisë tënde. Roland Qafoku, unë të falenderoj që të pata ditën e sotme në podcastin tim, këtu kohë për reflektim. Të falenderoj shumë. Sa zgjati më? Kaloj pak ora, kaloj minutazhi, se ju futa në një rrjedh që besoj se prekosh nuk ishit futur në këto. Jo, më ngasmova dhe u habita dhe unë që ta thoni shumë herë. Si fola këto. Më nxorë çfarë gjëra, ke dhjetë sa tituj, mbajtën i manmente, se unë i shndoj aty, po, të dolën sa gjëra, po ki kujdes me ato prerit, ore. Do t'i flasën në redaksi, jo këto. Edhe një shumë faleminderit që një kënaqësi e zakonshme për mua dhe ju uroj dhe shumë suksese të tjera në emisionin tuaj. Faleminderit dhe unë të uroj sukseset. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, kemi ardhur në fund të podcastit tim Kohë për Reflektim këtu në Dritare Televizion, ku ju ftoj që të bëni subscribe në kanalin YouTube-it Dritare Televizion dhe në kanalin YouTube-it të Rudina Xhungës. Se kush do të jetë i ftori i radhës në podcastin tim, na ndiqni në orën 18:00. Faleminderit.